Vrasja e 17-vjeçarit në Durrës trazoi punimet e Komisionit Parlamentar të Ligjeve, duke sjellë si pasojë largimin nga salla të deputetëve demokrat, të tronditur nga lajmi tragjik, teksa ligjvënësit po diskutonin paketën antikorrupsion të qeverisë, një njoftim i ardhur në telefonin e deputetit të Durrësit Eduard Halimi, ka bërë që opozita ta cilësojnë mbledhjen farsë të qeverisë, në një kohë që rendi dhe siguria në vend kanë rënë. Siguria publike këtu ka rënë. Ndaj ne nuk mund të rrim këtu. Pra që kohë sa policia nuk mbron në jetën e fëmijëve që ne kemi nisur për shkolla, ne do nisemi të gjithë si deputet në Durrës, nuk mund të vazhdojmë të diskutojmë paketa të tilla qeshorake. Kjo është zgjidhja juaj. Bojkoti është bërë në natyrë dytë juaja. Mendoj se është zgjidhja politike e përshtatshme, por mos harroni ju i keni vrarë qytetarët mes sheshit Skënderbej. Pak para bojkotit, në ndryshim nga 2 mbledhjet e mëparshme ku shqetësimet e OSBE-s dhe Obdat u ngritën nga opozita, kryetari Fatmir Gjafaj njoftoi për 2 dokumente, të mbërritura nga përfaqësuesi për asistencë teknike për sistemin gjyqësor shqiptar, pra delegacionit të Komisionit Evropian në Tiranë. Demokratët edhe në këtë mbledhje i kanë kërkuar qeverisë që të tërheqë ndryshimet në kodin e procedurës penale dhe të ligjit antimafia, pasi ato bien ndesh edhe me shqetësimin e ndërkombëtarëve. Ndërkohë, relatoria Ermonela Felaj, duke e cilësuar gjendjen e korrupsionit alarmante, kërkoi bashkëpunimin e mazhorancës. Obdati dhe OSBE-ja kanë sjell tashmë komentet e tyre, të cilat janë shumë të ashpra, shumë kritike për atë që propozon qeveria, me shumë drejt. Jam i sigurt që do të kishte diçka ndryshe nëse neve të gjithë së bashku do të kishim punuar për një formë kaq të rëndësishme për të sjellë një produkt që do na çonte aty ku donim. Për ta thënë në gjuhën që kupton kryeministri, ka marrë të paktën 2 milion shuplaka me njëherë. Jemi në emergjencë kombëtare. Dhe qenia në emergjencë kombëtare na detyron që t'i marrim gjërat seriozisht. Kjo opozit që disa kohë më parë qeverisë e vendit pretendoi që pronësia mbi armët e zjarrit ishte edhe private. Këta janë njerëzit që kanë sjellë ata ligj. Janë të njëjtët deputet, të cilët kanë votuar që të rinj që nga mosha 22 vjeç të kenë të drejtë të mbajnë armë zjarri. Dhe bëjnë të veprim. Diskutimi në parim për paketën antikorrupsion u shoqërua me tension mes palëve, pasi deputeti socialist Gjemal Qefaliaj qëlloi me stilolaps deputetin Kastriot Islami, i rreshtuar në anën e demokratëve. Zoti Qefaliaj, ende këtu e kuptoj. Kur dalesh aty në telefon. Ndeza dritën dhe duhet kujdesesh ti. Sigurisht. Po rregullore të lutem. Zoti Islami, lutem. Zoti Qefaliaj. Mbyllë është. Zoti Vasili. Mirë, faleminderit. Mbyllë pas. Zot. Mbyllë. Lutem.